E mban larg mediave, por pa të s'ka jetë. Do habiteni se çfarë pune bën gruaja e Arditit. Ata që kanë pasur të paktën një kontakt e din mirë që Anila Beko, apo siç të gjithë e njohin, bashkëshortja e Ardit Gjebreas, të bën menjëherë për vete. E sjellshme, dashamirëse, e çiltër dhe plot pozitivitet, Anila është një ndër të paktët njerëz që të mbushin me shpresën, me besimin dhe të bëjnë të mendosh se bota është e bukur. Ndonse refuzon protagonizmin, bashkëshortja e moderatorit i njohur nuk e shmang dot plotësisht, ndërsa lakohet shpesh në media, jo vetëm për martesën, por edhe për mbështetjen e madhe që i ka dhënë gjatë viteve artistit të famshëm. Megjithatë, ndonse jashtë kamerave dhe pavarësisht faktit që nuk ka folur kurrë në media për punën e saj, Anila është koordinatore produksioni në Diela Shqiptare, ndërsa është në rol drejtues në programin më të ndjekur të shqiptarëve. Sigurisht, kontributi i saj është i madh në thuajse të gjitha projektet e Arditit, përfshirë këtu edhe festivalin Kënga Magjike.